Këtu jemi me trajnerin Samardžiev. Coach, very tough game. You started very well. You had a series in the beginning and you maintained the rhythm in the first half. But then something happened in the third quarter. What happened in the second half? Yes, our short roster in this moment, the result come like is in this moment, 90-60. We start very well this game, but after that we play with only one point guard. The second point guard is injury, but it's not reason what we don't fight on this game. We let him very easy points from offensive rebound, from fast break. We don't cut with the foul. We finish the last quarter with one foul. This is not serious. We must change something. For sure we change some players now because like this we can play. They beat us in every moment. So. Okay, who's going and who's coming? Who's going to stay? Who's going from the team? We will see tomorrow, but we will come point guard for sure, and maybe one big guy. But we will see how is the president of the club, how they say. Okay. Thank you very much. Pra, ajo që tha trajneri Goran Samardžiev, e pyeta në pjesën e parë janë mbajt mirë, në pjesën e dytë ndodhi, çka ndodhi, tha po kemi leju shumë, nuk kemi luajtur mbrojtje, patëm një lojtar, një playmaker të lënduar, dhe me një playmaker nuk mundesh me luajt, pastaj kemi leju shumë deportime, shumë pikë të lehta, kishte fjalën për O'Shawn Williamson, shumë kërcime në sulm, pikë të dyta të realizuara pas kërcimeve në sulm, thjesht nuk është arsyetim që nuk kemi pas mungesë të lojtarëve, sepse ka mungu edhe lufta. Do të kemi ndryshime, do të ndryshojmë disa lojtarë. Bëhet fjala për ardhjen e një playmaker dhe një qendre ishte totalisht i pakënaqur me performancën e lojtarëve të tij trajneri Samardžiev. Për disa çaste do ta kemi këtu edhe trajnerin PS Milošić.